Tani me zotin Berisha, I cili është me strategun Las Civitaj që drejton fushatën elektorale të Partisë Demokratike në një bashkëbisedim me të rinjtë e FRPD-s. Mos shkojmë si politikan, por të shkojmë si misionar. Dhe nuk ka misionar më billës se sa të rit. Shqipëri sot I duhen misionar. Në situatën në cilën ajo ndodhet, atë e shpëtojnë vetëm misionarët. Kështu që ju siguroj se programi I Partisë Demokratike dhe aleatëve do t'jetë një program që synon të bëjë realitet ëndrat tuaja. Ëndra Shqipëria madhështore, projektin më të shkëlqyre ka në ëndrën tuaj. Në ëndrat tuaja të ditës, se ka ëndra dite, ka ëndra nate. Të ditës janë ato për cilat ne punojmë. Ndaj dhe një program për të rit, I cili nënkupton shkollim cilësor dhe të drejtë shkollimi për të gjithë të rinjtë shqiptarë. Nënkupton një përpjekje të shoqërisë për suksesin e të rive shqiptarë në jetë, punësimin e tyre, krimin e familjes, mbështetja e madhe për sukses në biznesit. Pra, të gjitha këto janë element thelbësor se Shqipëria s'mund t'jetë kur Shqipëri madhështore pa rinin e saj madhështore, pa ëndrën të bërë realitet të trive të saj. Ndaj dhe unë nuk po flas gjatë. If Chris would like to say a few words, I will be very happy. And then we are here to listen.